Hani kosër çdo ditë dhe do befasoheni me përfitimet. Kosi është një nga ushqimet që dietologët sugjerojnë të konsumoni çdo ditë për shkak të vlerave të tyre të larta ushqyese. Kosi lufton më së miri ftohjen, gjithashtu dhe ndihmon edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Kosi është një nga produktet më të mira të qumshtit dhe më i lehtë të tretshëm dhe rregullues për stomakun. Nëse ndiheni me stomak të fryrë, konsumi i kosit i shoqëruar me pak bukë do të reduktojë gjithashtu ngarkesën dhe fryrjen e stomakut, çka do të cilësohet një prej zgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Specialistët dhe dietologët kanë zbuluar se kosi është një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër të ftohtit, gripit, si dhe llojeve të tjera të viruseve. Ai mund të shoqërohet mirë edhe me vitaminën C, e cila është shumë e rëndësishme për organizmin. Mund ta shoqëroni me fruta, gjithashtu edhe me perime të ndryshme, dhe vlerat që do të merrni do të jenë të larmishme në dobi të organizmit dhe jo vetëm